Kundër kërkesës. Edhe ndërkohë gjej rastin t'ju tërheq vërejtje për një gjest jashtëzakonisht në kundërshtim me rregullat, po mbas edhe me ligjet, sepse në Kuvendin e Shqipërisë është një institucion ku punon një administratë e nderuar, si në çdo institucion tjetër të shtetit, e cila nuk mund të vihet nën presionin e deputetëve jo e jo, apo dhe të dhunës fizike. Ata kanë ardhur dhe punojnë këtu për të mirën e përbashkët, punojnë për shtetin shqiptar dhe nuk duhet të vendosen në situata të tilla absurde dhe të papranueshme. Dhe ju lutem, ne deputetët e Kuvendit të Shqipërisë duhet t'i japim shembullin të parët në Shqipëri se si respektohet ligji dhe jo t'i japim shembullin e kundër se si shkelet ligji këtu në sallën ku bëhen ligjet e Shqipërisë. Fjala për ju. Kërkesa juaj, zoti kryetar, për të zhvilluar të seancë të mbyllur është skandaloze. Dhe me qëra fjala për sa i takon sjelljes time, zoti kryetar, tu kam një kallëzim penal. Ky kallëzim është për të gjithë ata që javën e kaluar dhunuan një përfaqësues të opozitës i zgjedhur me votat e qytetarëve shqiptar. Ky është një skandal i vërtet për të cilin ju, kushdo që ka marrë pjesë, do mbaj përgjegjësi para drejtësisë. Ky është kallëzimi penal. Me qëra fjala. Tani, ju nuk e kuptoni që jeni bërë thjesht qesharak. Qesharak. Me këto marrëveshje tuaja e provuat njerë. E provuat mendoni se do i shpëtoni drejtësisë duke bërë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i bërë qefin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E provuat me bordin e paqes. Menduat se shpëtuat. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që jo vetëm që hetimet kundër Belinda Ballukut, e cila ju mban peng, jeni peng të Belinda Ballukut, vazhduan, por përveç akuzës për shpërdorim detyre, ju ngri dhe një akuzë tjetër, për korrupsion. Ju që vini këtu dhe e shisni veten si pro-amerikan, po ju vetëm pro-amerikan nuk jeni. Ju nuk e kuptoni, ju jeni një tufë të korruptuarish, të rëndomt, që vidhni popullin më të varfër në Europë. Dhe na vini këtu, na shiteni. Falenderit, zoti Shehi. Çfarë thash? Falenderit dhe vërejtje përsëri për përdorim të fjalorit jo parlamentar për fyerje të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Hedhim në votim kërkesën e 40 deputetëve për zhvillimin e mbyllur të diskutimeve të projekt ligjit gjatë seancës plenare datë 23/7/2026, ora 15:00. Votimi do të jetë i hapur me karton, pro, kundër, abstenim. Pro, kundër, abstenim, 74 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, kërkesa miratohet. Në zbatim të këtij vendimi, u kërkoj personave të ftuar, përfaqësuesve të medias dhe personave nga publiku të largohen nga